Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e Erion Veliajt për të transmetuar në kohë reale seancën gjyqësore, ku ai dhe 29 të pandehur të tjerë përballen me drejtësinë. Edhe pse mbrojtja insistoi për një proces të hapur për mediat, kërkesa u kundërshtua jo vetëm nga prokuroria, por edhe nga të pandehur të tjerë si biznesmeni Elman Abule. Vet Veliaj ka zgjedhur të mos jeti pranishëm në sallë, duke u mbrojtur përmes avokatëve ndaj 13 akuzave të rënda që rëndojnë mbi të prej 9 muajsh. Gjatë debateve në sallë, ish kreu i SPAK, prokurori Altin Dumani, u shpreh prejrazi kundër kësaj kërkese, duke sqaruar rreziqet që i kanosen procesit. Ne si organ akuze nuk kemi problem, por transmetimi live mund të shqetësojë procesin. Në çështjet penale ku ka dëshmitar, veçanërisht bashkëpunëtor të drejtësisë, nuk lejohet transmetimi live. Kjo nuk ndodh as në rajon, as në Evropë dhe as në gjykatat federale në SBA. Mund të lejohen kamera për disa pamje filmike, por dëshmitarët dhe bashkëpunëtorët nuk mund të ekspozohen. Dumani shtoi gjithashtu se mbrojtja po paraqet kërkesa artificiale me qëllim zvarritjen e shqyrtimit gjyqësor, i cili ka 2 muaj që ka kaluar në themel, por mbetet në seanca paraprake. Gjykata vendosi përfundimisht që seanca të mos ketë transmetim live për të garantuar sigurinë e dëshmitarëve dhe integritetin e provave.